Në protestën e 5 kombëtarët e Partisë Demokratike, pjesëmarrësit kanë zgjedhur të shprehen pa kënaqësi përmes marshimit dhe veprimeve simbolike, duke hequr fokusin nga fjalimet politike. Pikëtakimi i parë i tubimit është bulevardit Dëshmorët e Kombit, ndërsa policia e Tiranës ka vendosur të mos marrë përgjegjësinë për zhvillimin e tubimit, duke u referuar sinjaleve për mundësi dhune. Pak orë para fillimit të protestës, perimetri i Kryeministrisë së Shqipërisë u blindua dhe u rrethua me gardhe metalike, ndërsa të gjitha institucionet shtetërore u morën në mbrojtje. Kryeministri Sali Berisha u shfaq nga zyra e tij duke komunikuar me mbështetës virtual dhe duke komentuar zhvillimin politik, përfshirë ndryshimet në kabinetin Rama, edhe pse nuk mori pjesë drejt për drejt në marshim. Kryengritja jonë paqësore do të njohë dimensione të reja, është e pandashme gjerë në largimin përfundimtar të Edi Ramës, në qoftë se e rikthen pak, kishin përpara shqiptarët një kufom politike të pakallur. Kështu që ne do ta kallim atë dhe do t'i japim vendin që meriton. Berisha komentoi edhe ndryshimet në qeveri duke vënë duke se edhe kabineti i ri tregon ndikimin e Belinda Pallukut mbi kryeministrin Edi Rama. E marr hua nga populli që thot u mbars mali dhe polli 1000, ne le të themi dështoi Lubia dhe polli 3 ministra e një zëvendës kryeministre. Akt më qesharak, më të papërgjegjshëm nuk ka masi firmat e atyre të cilët janë emëruar, janë në gjithë dokumentat që Lubia ka firmuar me urdhër të Edi Ramës, pra ata janë, këta ministra janë për definicion antarë të grupit strukturuar kriminal të Lubi Pallukut në oferta dhe tendrat e vjedhjet e saj. Qëllimi i këtij tubimi është të tregojë revoltën pa fjalime politike formale, duke bërë të qartë pakënaqësinë e opozitës për situatën aktuale, ndërkohë që masat e sigurisë synojnë të shmangin incidente.